që kryetar tash jemi afër zgjedhjeve lokale. Tu me pas kujdes ta mendon që do ta kesh. Po të shkadon që Loriku me knusë, po na lën kështu. Pra, pse më duket që jam të një vetën diçka, nuk e di çka ka ndodhur. Po okay. Kemi zgjedhjet lokale, mendon që kryetari do të jetë pjesë e komunës, do të jetë kryetar sërish? Unë si pjesë e shoqënisë civile e mbështes secilin kryetar që ka ide edhe ide për zhvillim të kulturës dhe sportit prezant. Po është e thema herë që s'ka pas mbështetje pa ardhur kryetari. Atëherë po besoj që do shme kuptu kanë mbështes. Po mirë. Dhe tutaj pak pyetje politike kjo, do të jesh kandidat për kryetar Prizrenit nga PDK-ja? Kandidat po edhe fitos po. Një rocker, kjo është rocker, sidi rockerit kjo. Këtu përgjigj edhe si sportist. Më dhe sa herë kom hin loj me top basketbollit tonë, asnjëherë s'kom menu po hin loj, po nashta hupi lojën. Ai nashta edhe hup, ama ti hin me paramendim me fitu edhe me vetbesim, e çaj vetbesimi 10% i shton gjasat me fitu më thënë. Po. Mos e lejon as sportin kryetar. Vazhdo me mbështet sportin, që ke mbështet edhe klubin e basketbollit bashkimit, që është këtë vetë shumë afër. E kur jem të sportit, një informacion që na është interesant edhe për juve, dje kemi pas një komision nga Brukseli për me vlerësu aplikacionin ton, për me shpall Prizrenin qytet evropian i sportit vitin 2026. Nëse kemi të konfirmuar që do të fitojmë ato, po gjasat janë reale që vitin e ardhshëm, domethënë 2026, Prizreni do të jetë qytet evropian i